shpesh në formimin e foljeve onomatopoetike dhe ekspresive. Është shumë interesant. Nuk është shqiptar. Kjo vrehet edhe nga teksti. Me përthenjen shumë interesante. Por albanologu rus zgjodhi të flas gjuhën që po e studion tash e sa vite, ndonse nuk ka asnjë afërsi me kombin shqiptar. Sipas studiuesve, të tillë ka mjaftueshëm, pasi në kohën e ish Jugosllavisë, interesi për gjuhën shqipe ishte i lartë. Interesimi për studimet për shqipen nuk ka qenë i vogël në Jugosllavi, edhe në të parën edhe në të dytën. Në 1923 në Beograd është botuar revista Arhiv za Armanašku Starinu i jezik i etnologiju, që ka qenë një revistë me cilësi shumë të lartë shkencore. Bile sipas një kolegu të tij, shqipja vite më parë ka zënë fill edhe në shtetin fqinje. Përveç Universitetit Orientale në Napoli, që është në vitin 1900, kur është themeluar katedra e parë për mësimin e shqipes, e dyta më e vjetër është pikërisht në Beograd. Kështu që studimet atje kanë qenë po ashtu të rëndësishme për shqipen përgjithsisht. Ne kur domethënë është më e vjetër se sa edhe në Prishtinë edhe në Tiranë. E një albanolog nga Serbia u inkuadrua bashkë me të tjerët, ku edhe foli për traditat gojore shqiptare dhe serbe, e për betejën e Kosovës mbi 500 vite më parë. Historiani Jusuf Bajraktari thot se kurreshtja për gjuhën ka ardhur për shkak të historisë së shqiptarëve. Kanë qenë të interesuar njerëzit evokacionit shkencor për të kaluamën e Kosovës, të kaluamën e shqiptarëve, dhe kanë kontribute të rëndësishme. Këto diskutime u zhvilluan gjatë konferencës ndërkombëtare, studimet albanistike të slavët e jugut, organizuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, bashkë me atë të Shqipërisë, e cila do të vazhdojë edhe të martën.